Si shkak I rreshjeve të dhëndura të shiut gjatë ditës së djeshme, shumë shtëpi dhe biznese në komunën e Prizrenit janë vëshuar nga uji dhe kanë pësuar dëme të mëdha materiale. Bedri Pulaj nga Lagja Petrov u shpreh I shqetësuar për këto dëme, duke shtuar se kjo është hera e katërt që po përballet me një situatë të tillë që nga periudha e pas luftës. Ai thotë se ka kërkuar nga organet komunale që të bëjnë një intervenim për zgjidhjen e përhershme të këtij problemi. Unë isha vetën, momentalisht nuk janë antarë të familjes këtu. Unë vetën e mundu pak me pastrua atje me qelat të pusetat, se edhe në pas shtëpijave atje ka pas vërshime, edhe në livav atje. Prej orës 6:40 vish ka plu uji garajën me aletet që kam, plus podrumin atje, edhe rruga ka qenë përmbushën kret me ujë. Da me këtu në vetëm prej veglave të punës që kam në punëtori atje që jam damtu e ka hi uji. Në podrum atje ka qenë veç një minder që shtu I lëfëdhun, edhe gjona tjera I kom pas ngritu në naltë që mos të ka ploj ujë se edhe rastet tjera, veç kish rasti 4 që po mdodhë, pi mas luftës që shpetan. Kom kërkur në drim, vetëm me bon një shprazje, është një reke vogël quhet Jaglenica, ati është ja 200 metra ati me bon një shprazje për kanalizimit, kështu që uji mos më ngrit ma nalt, me bon një shprazje dhe me zgjidh problemin. Te lagje të ngjashme nga të rreshurat të shumta të shiut I u shkaktuan edhe banorëve të lagjes Arbana. Naxhia dhe Mursel Vehapi nga kjo lagje shprehen shqetësimet e tyre lidhur me këtë situatë, duke thënë se sa herë që bie shi, ata ndihen në siklet për dëmet që u shkaktohen si pasojë të rreshurave. Alle jonë, kur fas gjithjes pa na bëni për këtë ujë. Kur farë që 15 vjet nesha pa hekum, ma keq s'ka, sa herë vjen shi, ne kemi najtë qut, kemi me kiamet e kemi. Flakët e krejt jenë qune, a I pat ju. Ma keq s'ka, s'pa di hala dhe ша me fol. Pa të dhejme ndjen, pa të dhejme të sa mune, sa pune pa bëhat. Ata me zhiktoni, ne me tyne, pa u, keme dek me drështyne, për që të mune, për që të punë. Bëllë. Ша komi thënë, bëllë keq, duhet me këqër, me në nëreq pak me këqër. Kritari, krejt kush janë ata më të mlajt, normal, duhet me këqër, me ura mas. Halli jonë është që në kam marru në vit 30 cm e kusu, gati 40 cm më rana. S'kemi pas s'ka me bo me hidrafora, nuk përna një mojnë kur gjo. Kanalizimi është I blokun. Për një heri, si një rikëshi që të bjen, kanalizimi është I blokun të. Jo vish kësa ujë, po në kemi probleme që shumë ku. Edhe tash, shati bon, kanë djerë qërë se pisheni me ka krejt makinën e lomjes, me tenës, mëna, krejt frigideri, krejt janë aso, pa iset morë të pije ato, I kemi largu, shë kemi mujtë, a më shka s'kemi mujtë, aso, ka mbi 38-40 cm e fshiget edhe mëna. Ndërkaq, edhe Ergyle Gjurgjialo, pronare e kompanisë për prodhimin e plisave, bën të ditur se dëmet e mëdha në makineri dhe në lëndën e parë të prodhimit kapin shumën e rreth 10.000 eurove, ndërsa aktualisht kanë ndaluar punën deri në një kohë të pacaktuar. Mirë po fatmirësisht Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë, pas kërkesës menjëherë janë shprehur të gatshëm për të dërguar një ekip që do të ndihmojë në rregullimin e punëtorisë së vëshuar. Damet kemi boll shumë, pram na ishim këtu familjarisht, ishim se pak e s'ka pas, veç jo shumë, I pastrum ato pak. Kur erdhëm mëngjes në ora 6, erdhë djali I madh, për me nëse ujin ato sendet, edhe s'ka mujt me him brenda, uji ishte, do me thënë janë 20 cm ndoshta. Ashtu që edhe punëtorve I lejmë që mos me arcët në punë, se shkaku edhe rryma edhe shto që kishte mujt më ndodhë, për dëme sa I përket lëndën e pari kemi shumë dëmtume. Plisat gjysëm punume që jam dëmtu shumë, se plisat që janë një për mbi një, atë ujin e pist kanë pikë gjitha, do me thënë ato shkojnë në dëmë gjitha. Maqinerien s'kena mujt me lëshu ende,
se me siguri ka. Motorat i kanë pak, maqinerit i kanë pak ma si ma poshtë, pasi që uji ka qenë deri 20 cm, tash në mjeshtër duhet me ardhë me këqyr edhe qyshot e ko puna. Ndërsa kryetari aktual i Prizrenit Shaqir Totaj gjatë ditës së sotme ka vizituar disa vende ku kishte vërshime, ndërsa theksoi se si shkak i rreshjeve është ndodhur edhe uji i pijes, për të cilën kompania rajonale ujësjellësit Hidroregioni Jugor ka marrë masa të menjëhershme duke ndërprer furnizimin me ujë, me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik, theksoi ai. Ne kemi pa një njoftim prej Hidroregionit, sepse ata janë kompetent që të mirën me çështjen e furnizimit me ujë pijes, edhe për shkak të rreshurave, për shkak të shiut, si duket ka ardhur deri te përthimi i ujit nëpër rrjetin e furnizimit me ujë të pijes, dhe kjo ka rezultuar me ndotje të ujit të pijes, prandaj edhe për shkaqe të sigurisë Hidroregioni ka ndërprer furnizimin me ujë të pijes, po besoj që pasi të qetësohet të rreshurat edhe largohen ato elementet e panevojshme në ujë të pijes, ata do të kthehen furnizimit normal me ujë të pijes, edhe apeloj tek të gjithë qytetarët që mos bëjnë panik, po njëkohësisht apeloj te Hidroregioni, me qenë se na nuk kemi kompetenca direkte të intervenojmë, që të jenë të kujdesshëm edhe të ndërmarrin masat e nevojshme që të mbrohet shëndeti i qytetarëve, po edhe të furnizohen qytetarët me ujë të pijes, sepse është element kryesor, është burimi i jetës. Ndryshe dëme materiale për shkak të vërshimeve nga rreshjet të dielën ka patur edhe në lagje tjera të Prizrenit dhe fshatra përreth. Ndërkaq furnizimi me ujë të pijes aktualisht është ndërprer, teksa ekipi i kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidroregioni Jugor po vazhdon punimet për pastrimin e tij.